burgje tjera, por duhet më bërë rresht që me na njoftu çka ka do me ndodhë. Dhe sa mi vendosë në 5 rreshta, kanë dolë mi muri, kanë gjujt bomba, kanë gjujt me armë, me të gjitha llojet të armëve që kanë pas, edhe kanë vrarë sa kanë mujt, aty jemi vrarë 80 vetë. Edhe shumica të plagosur janë çatë. Sepse ka pas mundësi me një plom, janë vrarë 2 njerëz. Kemi qenë shumë afër. Dhe unë çuditem çish nuk kemi vrarë gjithë. As 30 metra si kemi pas distancë me ta. Dhe gjujshin bomba, ku bomba bike në fushë sportive. Dhe pjesë të bombës i dëmtojshin të burgosur. Ne edhe ashtu kemi qenë në lig, sepse kemi qenë pa boke, pa ushqime, po me gjitha to kush ka mujt me shpëtu me ra të një pjesë e pjerët që ka qenë, edhe kemi i kush ka mujt ka pështu, një pjesë ka met aty të plagosën, një pjesë kanë met vranë, pas janë 1 orë që kanë pushu gjujtjet, janë largue gardian të burgosit serb nga jashtë muri, dhe ne jemi shku i kemi barë të plagosit, i kemi barë të vdekurit, i kemi gjetë kush janë, dikush e ka pas një ide, ka dhonë një ide të mesme, që ti morim disa letra të a shkrujmë emrat dhe të a fusim në përgjepa, që nëse i gjonë dikush, sepse ne nuk dinim me, që o ka ndodhë. Se keni ditur as për fatin tuaj? A do të mbetet kush gjallë apo jo, por të pakte nëse dikush me gjallë ose dikush e në të burg, që mi njoft vetë, familjarët e vetë, dhe kush e një keni të burgosën të vrarë, ja shkryshim e emnin, ja shteshim gjep, identifikojshim në përmes teshave, që që kemi pas në përdhoma njerës, i bom ato gjona, edhe aty edhe unë jam plagos të fusha sportit, jo shumë, por me gjitha të ende boj një pjesë të granatës në trupin tim, edhe shumë të tjerë sikoron me plak shumë të rona, e që po të kishte pas mjek, spital, edhe këta 116 që kanë vdek, ndoshtë edhe na e shpështu. Por me gjitha të, me pak elemente shëndetësore që i gjetën të burgosurit në një ambulont aty, jo kanë pështu disave jetën, por disa s'kanë pas mundësi, sepse kanë pas gjymtyr të këputara, kanë qenë të goditur në kokë, e tjere. Sot me bo një aksident, këtë që kërues mund me pështu lema aty neve që s'kemi pas asni mundësi me ndimu. E njojta dita data 22 maj ka qenë e të mërshme. Ka është ajo pamja më